Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të bërë një përmbledhje të situatës më dinamike brenda shtëpisë së Big Brotherit. Marrëdhënia mes Selin edhe Miri. Gjatë Prime-it, produksioni në fillim të Prime-it e hapi Prime-in e kaluar me një video përmbledhse për një marrëdhënie e cila po niste avash të krijonte rrugë rikthimi. Në fakt kështu u komentua nga ana e produksionit, u përfol sikur Selina dëshiron të merrë vëmendjen e Mirit, gjithashtu u komentua sikur edhe Miri dëshiron ta merrë atë vëmendje. Realisht Miri ishte gati për t'u ribashkuar me Selinën, plus kishte edhe një shpresë që Selina do t'ishte në mesin e tij, do me thënë që Selina do t'ishte në grupin e tyre. Tani, për Mirin është okay që të rikthehet me Selinën, sepse ai nuk e quan pëlqim këtë që e ka ndërtuar, por e quan një lloj strategjie, loje, që Selina dhe Miri kanë bërë bashkarisht. Tani nga ana e Selinës, unë e besoj plotësisht se ka nisur si strategji, nisi në një lloj afrimiteti, nisi në një lloj pëlqimi, por u stopua nga informacionet e shumta, nga kërcënimet e shumta në fakt, që erdhën kundërdrejt Selinës, sepse Selina mori një mal me informacione, gjë që Miri nuk e kishte. Më pas Selina pasi u tërhoq, nuk mund të them që e ka hequr ndonjëherë vëmendjen nga loja e Mirit edhe Rogertit. Mendova që me hyrjen e nënës së saj dhe me kërkesën që nëna e Selinës kërkoi, Selina do të mbante një lloj qëndrimi kundërdrejt këtyre dy banorëve. Por çfarë bën Selina? Çfarë kam arritur unë të kuptoj? Dhe jo më kot unë Selinën e quaj një vajzë tepër stratege, do me thënë gjatë qëndrimit të saj në Big Brother, siç duket e ka lexuar mirë këtë format dhe ka ndërtuar një strategji që nëpërmjet kësaj strategjie të ngjitet në podin final dhe të merr çmimin e madh, do me thënë të jetë fituesja e këtij edicioni. Ditën e sotme kanë patur shumë përplasje, Miri dhe Selina. Ka qenë Miri ai që ja ka gjuajtur në fytyrë më fjalët gjasme, nuk ja kishte thënë më herët që unë të kam ngritur, unë të kam sjellur tu ku je. Dhe unë mendoj që Miri nuk ja ka thënë këto fjalët sepse Miri brenda vetes së tij ka patur një shpresë që ndoshta do të mundeshte të rikthente me Selinën atë kohën që ato të dy e ndërtuan së bashku. Do me thënë lojën që e ndërtuan bashkarisht. Por Selina, unë them që edhe para se të vinte nëna e saj, Selina ishte e prerë që nuk do të kthehet me Mirin, sepse Selina nuk ja prishën asaj marrëdhënie së bukur që ka ndërtuar me Gimbon brenda shtëpisë. Por normalisht, duke qenë të izoluar banorët, duke patur nga mëngjesi deri në darkë për muaj të tërë presionin e lojës, ndoshta edhe nuk din të logjikojnë siç duhet dhe nuk i pranojnë gjërat që ndodhin si të vërteta, por i pranojnë si inskenim në lojë, apo ndoshta Miri nuk mund ta pranon inatin që ka me veten, pse erdhi Gimbo, ja mori femrën që ai kishte në krah, pa marrë parasysh se në çfarë stadi ishte kjo marrëdhënie dhe kjo njohje. Ditën e sotme, Miri dhe Selina kanë patur një përballje jashtëzakonisht shumë të madhe dhe ajo që unë vërej te këto të dy, nëse deri ditë më parë, do me thënë Selina dhe Miri, apo javë më parë, Selina dhe Miri ishin pak më paqësor në debatet e tyre, dhe pse në fakt që në momentin kur ato të dy janë ndarë nuk është se kanë bërë debate, do me thënë kanë qenë shumë të rezervuar mes njëri tjetrit, sot e pash një lloj mlefi dhe urrejtje nga ana e Selinës, e cila me sa unë shoh ka marrë në dorë një lloj hakmarrje kundërdrejt Mirit për shqetësimet që i ka krijuar drejt familjes së saj. Mendoj që takimi me nënën i krijoi krejtësisht një fotografi tjetër Selinës për gjëra që po ndodhin jashtë dhe mendoj që Selina tani po hakmerret. Po cila është hakmarrja që Selina e bën, nëse ne do ta shohim në mënyrë të detajuar.
Do me thënë, Selina është duke luajtur me dy karta, që nga momenti që takoi nënën e saj dhe vendosi që të qëndron brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ndoshta ajo koha e reflektimit që Selina i dha vetes duke qëndruar në dhomën e grimit, e bëri Selinën që të ulet edhe të mendon se çfarë strategjie dhe çfarë forme loje do të përdorën për të vazhduar drejt shkallëve më të larta të kësaj loje. Dhe unë mendoj që Selina e përdori lojen interesante, do me thënë aty bën shaka, bën humor dhe Miri dhe Rogerti teksa po qëndrojnë në verandë po qeshen me të, do me thënë janë krijuar një trio shumë interesante. Dhe më pastaj do me thënë krijon debate, krijon diskutime, krijon dinamika të forta ashtu siç e krijoi edhe sonte teksa po qëndronte në verandë dhe i sulet Mirit në një mënyrë të tmerrshme, një mënyrë që realisht do me thënë të trëmp, kur e shikon një vajzë e cila ka këtë fuqi, do me thënë ka këtë stat për ta goditur një banorin brenda në shtëpi. Dhe unë mendoj që Selina ka pastruar shpirtin e saj nga të gjitha pikpyetjet që ka patur në raportin me Mirin, në raportin me gjën që u krijua me Mirin, në raportin me ndjesinë që u krijua me Mirin, një raport që në fakt u komentua, u përfol jashtëzakonisht shumë dhe nuk është se u prit bukur edhe nga familjarët jashtë. Tani, Miri apo ndjet i thyer dhe i dëshpëruar, me patjetër që Miri po ndjet i thyer dhe i dëshpëruar, sepse unë jam i bindur që Miri nuk ka dashur që të arrijë në këtë ditë ku ka arritur, do me thënë të grindet me Selinën, të arrijë në këtë stat me Selinën, por unë mendoj që Selina në këto 16 ditët e fundit që kanë mbetur brenda kësaj shtëpie, është duke i pastruar të gjitha borxhet në një farë mënyre që i ka patur për t'i dhënë kundërdrejt këtyre banorëve. Dhe e shoh Selinën edhe më të nxehtë, më të zjarrt dhe më së shumti që e tremb Mirin që do të jetë fituese e këtij Big Brotherit. Unë them që thellë në shpirt Miri nuk ndjehet keq në qoftë se Selina do të ishte fituese e këtij spektakli, e këtij Big Brotheri, edhe pse Miri agravoi, edhe pse Miri foli keq, Miri përsëri ka një lloj simpatie, ka një lloj emocioni brenda vetes së tij për Selinën. Dhe nuk ma merr mendja që do të ndjeshte inatosur për të. Ai sonte tha një fjalë shumë bukur. Unë kam dashur që goca ime të bëhet Selina të cilën e kam njohur unë, jo Selina e cila është shndruar tani. Do me thënë, e shikoj që në të gjithë shtëpinë Miri flet për Selinën. Miri ka mendjen te Selina, Miri ka do me thënë qëndrime tek Selina dhe është shumë i lidhur psikologjikisht tek Selina. Mendoj që energjia që Selina ka, pozitiviteti që Selina karakterizon, i bën këto banor që të fasjonohen shpirtërisht kundër drejt saj dhe të kërkojnë më shumë, në fakt vëmendje, kohë, momente nga Selin. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë raport. A mendoni që po rikthehet në një raport tepër armiqësor, le ta quajmë?